Selimi Travel në Instagram e keni? Jo. Kemi ardhur sot në qytetin e Elbasanit. Por shohim sa e kanë follow Selimi Travel. Kush e ka follow fiton nga 10.000 lekë që ka ditë ftoft. Edhe nuk janë më ato i zeshët. Shohim dhe të presim sa njerëz e ndjekin Selimi Travel, agjencia më e lirë dhe me guidat më fantastike në këtë verë që po vjen. Si kaluat? Selimi Travel në Instagram e keni? Fitoni nga 10.000 lekë. Më shef herë në TikTok, në Instagram. Jo, faleminderit. E sigurt, ha? Po, shumë faleminderit. Qa mendimi keni për këtë zgjedhjet? Si do shkojnë këtë punë zgjedhjesh? Kush thu që fiton? Unë jam me cini e ti. Ne jemi populli, ne kemi drejtën për çdo gjë. Me qa merresh ti? Qa punë që? Pensionist, ha? Sa vjeç je? Jam të 65 vjeç. 65 vjeç. A ke fëmijë çuna goca? Me jetë gjatë. Ai ke jashtë apo këtu? Sa ka Fukare. Ç'keni shumë? Mirë, më kemi ardhur nga Durrës me bëj intervistë, pas kanë njerëz të burrë. S'ka njerëz. A do pish në kapën e gjatë? Je shumë i derë. Trujt zoti, përshëndesim edhe inshallah fiton populli këtë rrallë. Përshëndetje, si kalut? Selimi Travel në Instagram, a ke se fitoj 10.000 lekë, 10.000. Shifi herë. Në TikTok. Jo. Okej, ciao Dregen. Ju bëjmë pyetje. Selimi Travel në Instagram, e keni? Fitoni nga 10.000 lekë. Shifi herë në Instagram. Unë jo, se përdor fare. Se keni, ha? Po në TikTok. Unë se përdor fare rrjetet sociale. Selimi Travel është një agjenci udhëtimesh më e mira në Shqipëri, më e lira, me guida, me bileta. Po shife hera e keni Instagramin, TikTok, fitoj 10. Ai ka telefonin e atje. Dhe emigrantëve në Shqipëri, kudo ku janë, valla, zoti i rujt. Çfarë mendimi ke për këtë zgjedhjet ne? Po bëhet një çik fushat këtu apo jo? Një bëj qavës. Si shkojnë Rama gjërat? ik. Vjen kesh nuk e ken se do të kisha dhënë 10.000 lekë, beton. Gëzime trujt zoti. Unë jam emigrant për vete. Jeni me studime? Po. Po mirë, futu shife herë se mos e ke fitoj 10.000 Nuk lekë. e kam. E sigurt. Doja, po nuk e kam. Do e Okej. ndjek. Grupi Mirdita si kaluat? Selimi Travel në Instagram, e keni? Është agjenci udhëtimesh. Ama mos ikni se s'po ju hajm. Je me grupin, kështu që do të lëvizim. Ah, okej, kalofshi mirë pra. Faleminderit. Ciao, do kishte fituar 10.000 lekë, më nëse keni Selimi Travel Agency. Mirdita si e? Si kalove? Çfarë mendimi keni për këto zgjedhje? Zgjedhjet, që të mirë zgjedhjet, që ka zgjedhjet. Kush mendoni se do fitoj këtë betejë? Ti je djaloshëri edhe. Po, djaloshëri. Unë jam me Do fitojnë ato që janë më të mirët. Si ti e kupton vetë. përshëndes shumë. Je, Edhe je Flori. ju urojmë një Je Flori thash. ju urojmë një Jeni ka kënaqësi dëshmëri të të madhe. plot. Trujt zoti, ju përshëndesim shumë. Ka shkolla jeni? Jo, ne jemi nga Tropoja, po jetojmë Durrës. Erdhëm këtu me bani intervistë. Unë jam pensionist. Ti që në këtë qënjërirë dhe të marim në nëndë kalqetë kur të Jo, nosim. po, jo, po në 20 vjet meteorologji. Po shumë mirë më. Në qartë. Ciao, mirë pafshim. E kalofshi mirë dhe më. Ciao, ciao. Selimi Travel në Instagram, e ke? Fitoj 10.000 lekë. Jo. Se ke, po bëje follow tani me 10.000 lekë më. Apo je duke punë në telefon? Mirdita, si je? Si kaluar? Selimi Travel në agjenci e ke? Në Instagram? Në Instagram, shive herë? Po, ja, i sekund. Suksese. Shumë faleminderit. Kalofshi mirë. Ciao, mirë pafshim.